'cause I dreamt you a chapter that I turned too good to be true was the way you made me feel. Yeah, I needed you. I hope you can see you made me. Hey, përshëndetje nga dita e tretë e nëntorit, Sweet November. Sa po vendosa lavatricen, po merr dhe ujë dhe besoj se e dëgjon e kuptoni që sa po është vënë në punë. Edhe shikoni, ora është 8:15, është data 3 nëntor e hënë. Dhe unë kam goxha punë për të bërë, por kam shumë gjëra të tjera që duhet t'i bëj jashtë shtëpisë, disa punë që duhet të mbyll. Edhe shikoni këtu, kjo pjesa këtu është te korridorit edhe unë kam plot me çanta dhe gjëra, gjë që më është bërë super rëmuj dhe duhet që ta rregullojmë bashkë, ndoshta rregullojmë pasi vina shkolla, mbas dite, sepse dua që ta bëj si garderob të vogël vetëm për çanta, aksesorë, për kpucë, edhe ta rregullojmë edhe ta bëjmë sa më bukur, edhe ta shfrytëzojmë, të organizojmë dhe të sistemojmë çdo gjë. Më falni edhe për këtë zhurmën e lavatriçes sepse është pak acaruse, por duhet që ta vendosja patjetër tani që t'i ndej, edhe pastaj nga ora 10 të dal, sepse kam lënë një takim, në 12 kam shkollë, edhe sot e ka lënë për shi, edhe e ka dhënë për shi moti, dhe nuk e di se si do e menaxhojmë. Por do e dalim. Kërkoni gjithmonë një home tour dhe unë m'ja premtova atëherë për nuk e bëra, por ju premtoj që sa po të rregulloj gjithë shtëpinë dhe ta bëj cic, do vi home touri tek një nga këto video, do përpiqem që t'i bëj të gjitha punët çdo lloj cepi, sepse realisht bëj këtë, po bëj këtë cepin përballë rrëmuj, vendos rraçe qëra, edhe nuk ka asnjëherë sistemim dhe organizim, por do mundohem që t'ja dal. Po e bëra dhe make-upin, lava pak trupin, edhe Flove nuk di çfarë t'i bëj, t'i kap topuz ose t'i lë kështu lëshuar, por kam vendosur këtë kordelen që shikoni sa cute që duket. Ka qenë një film që për adoleshentë junior TV dhe gjithmonë këto kordelet ato më kujtojnë, Isat e Kiera Muço. Nuk e di nëse keni parë, po ka qenë adoleshenca ime ajo. Edhe motra e Isës vendos te këto. Edhe tani do bëhem gati, doa të vesh hunter sepse ju thashë sot do jetë shi, e do t'i kombinoj me ato çorapkat që leva diet tek HM-ja, se të mbajnë ngrohtë, por dua të gjej ndonjë fund të bukur, ndoshta vesh atë në ngjyrë suede, mund të shkoj me ato, por nuk do vesh geta, kuptoni? Besoj të jetë aq ftohtë se të vesh 20 gradë. Edhe nuk e di tani. Ndoshta ta kombinoj me pullover, ose duhet ta kombinoj me ndonjë si çup sipër, ose me pardesy, sa përtoj. Do shkoj dhe me biçikletë, sepse kam disa punë që duhet t'i bëj me patjetër, duhet të shkoj patjetër në bank, dhe pastaj duhet të shkoj në shkollë, por në bank duhet të shkoj me patjetër. Kisha disa detyra të tjera, po tha Alfi do t'i bëj unë, si të paguash qiran, gjë që e paguan gjithmonë atë munas, nuk e di ku paguhet, po më tha që provoje ta paguash një herë ti, sepse dhe ai ishte shumë i zënë, po i thash heje diçka, duhet paguar interneti, gjitha i kemi tani në datën 3, duhet të shkoj në bank, siç e thash, sot është e hënë, kemi për të prerë një fund, dhe ky fund ishte shumë i vështirë sepse ishte me pala, realisht e bëm
të mërkurën, e skicua me bën gati kallopin çdo gjë, dhe tani duhet që ta hedhim në copë, por nuk e keni ide se sa e vështirë që është. Nuk e mendoja se shkolla do ishte kaq e vështirë sepse më keni pyetur shumë dhe keni shumë interes për shkollën. Është shumë e vështirë, domethënë nuk është e vështirë pjesa që të qepësh, më shumë është pjesa që duhet të projektosh atë çka do qepësh, domethënë të gjitha çdo gjë, dhe kjo gjëja që ka veshur unë del nga një formulë, nuk e di. Realisht duhet i vlerësojmë shumë të gjithë ata që punojnë në rroba qepësi ose ata që kanë brende, sepse është një punë shumë e lodhshme. Edhe tek videoja e parë që thash për pjesën e rroba qepësisë që është e paguar, unë thash për rroba qepësisë që ja di të gjithë procesin e punës, jo për zonjat që punojnë në fasoneri. Edhe pse normale që duhet që të kenë një pagë më të lartë, sepse ka lodhje, kjo punë është shumë e lodhshme, unë 2 orë rri aty te makina, edhe më shumë bëj shaka sepse s'jam në atë fazën që duhet të përqendrohem dhe të nxjerr atë rezultatin final sa më të mirë, sepse akoma nuk e di të gjitha hapat, vetëm fundin kemi marrë dhe jemi akoma te fundin, ndoshta javën tjetër kalim tek pantallonat, do mësojmë xhepat, qemerin e këto. Qemerin e kemi mësuar tek fundi dhe është shumë i vështirë. Kemi mësuar zinxhirin e fshehtë, zinxhirin e dukshëm, kemi mësuar monstrat. O, zot, ka pa fund gjëra, plus edhe për t'i mbajtur mend është e vështirë, jo më që t'i bësh. Por pa nga pak do i mësojmë. Tani çfarë të vesh unë? Ble rroba, dje bleva pa fund rroba dhe prapë e bëj pyetjen çfarë të vesh unë. E gjeta edhe outfitin, vesha këtë pulovrën e madhe, do t'ju tregoj se si duket bashk me fundin edhe me çizmet. Shikoni sa bukur që duket. Ja. Kështu. Fundi. Çizmet që duken shumë bukur me këtë, kështu që pas ka vëllë poshtë. Me këto që bleva tek hamaja dje. Edhe very nice. Sa cozy. Fix për November. Në të pak mirë, këto kanë atjere në poshtë, edhe shpresoj mos të kem vap me këtë pulovrën gjigante, këtë e kam marrë tek Zara, po është aq e madhe që më pëlqen shumë, edhe është kështu. Në këto pulovrat oversize, edhe tani do iki, do marr çantën, do dal me vrap se është ora 10 pa një çerek edhe mos t'je me vonesë për ditën sepse po më prish plani tani tek banka dhe inshallah nuk ka rrallë që të mbaroj sa më shpejt punë edhe të nisem se në 12 kam shkollë edhe e kam në anën tjetër të Tiranës, që kështu duhet të nxitoj. Shifemi gjatë ditës. Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. Though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winter.
chapters past of the ones I wish would have lasted. Oh, the light like snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we know. Hello, tani sa po arrita tek shkolla, ka goxha shurëm, po luaj me Sani këtu, me këto copat, nuk jemi të vetmit që I kemi qef copat, sepse dhe Sani I ka. Unë herën tjetër duhet që të marr mikrofonin me patjetër. Edhe kështu po pret Sani që të luajmë. Sot do bëjmë një fund, do ja tregoj tani çfarë fundi do bëjmë, dhe është goxha I vështirë. Por Zysha do na tregoj gjithë procesin e punës dhe herën tjetër do ta qepim ne. Ky është fundi që do bëjmë sot. Shikoni sa I bukur. Tani, ky nuk është punimi jon, se po të ishim në këtë nivel, s'kishim nevojë të vinim, e ka bërë Zysha, por shikoni sa I bukur që është. Edhe bluzja. Bluzja nuk e kemi në program për momentin, por fundi, dhe t'va tregoj edhe mbrapa. Shikoni. Dhe shikoni sa formula që ka, edhe skica dhe çdo gjë tjetër për të arritur. When it rains, it falls hard, and there's a weight I've carried so far. Will we fly or will I fall here? You are the answer, you are that real love. I throw my hands up, I throw my hands up. I give it all to you, I give it all to you, God. I give it all to you, I give it all to you, I give it all to you, I give it all. Tani sa po dola nga shkolla, nisi dhe shiu, edhe jam këtu te Tajvani dhe ju kam thënë që këtu është vendi im I preferuar në Tiranë përveç liçenit. Edhe shikoni, pas ka ardhur vjeshta. Do shkoj tek Jusk sepse duhet të blej disa gjëra për zyrën, edhe me këtë golfin plasa vape, është si zagushi, nuk e di. Të paktën mirë që jam në fund poshtë edhe më freskon çik, se kështu. Ua me si kam qëndruar dhe është kjo zagushia që të vjen dhe për të vjen madje. Edhe të paktën shoqyr që mora çadër. Dhe të shkojmë tani tek Toptani, sepse kam për të marrë një varse rrobash edhe disa perde. Sa do vonohem aty për të zgjedhur ngjyrën e perdeve. Dhe shpresoj të më pëlqejë diçka. My missing puzzle piece. I remember how you approached me. It wasn't like anyone else in this world. Boy, I read you. I knew you were nervous from the first word. Tried to play it off, but baby, I heard your heart speaking of mine. In time, I knew. Edhe këtu tek Jusk, jam ullur tek një karrige këtu e rehatshme, që nga dhe me ofertë 120 që nga kështu për kompjuter, për zyrë. Edhe jam aq e lodhur sa po përtoj tani, por gjeta disa gjëra të lezetshme që do t'ju tregoj ndoshta sot ose nesër. Edhe po shikoj disa rafte, dini sa të bukura. Ndoshta më duhet në një raft I lezetshëm për tek balkoni. Dua që ta mbush balkonin plot me lule, por sot nuk e marr dot raftin vetëm. Se kam marrë një varse për rrobat. Do marr taksi dhe o zot kur do t'i ngrej ato që t'i çoj në shtëpi se Albio kishte punë. Edhe më lo, e di, e keni parasysh kur të lodh ndonjëherë vapa, kjo zagushia, edhe ndihem aq keq, mu këputën gjithë energjitë dhe çdo gjë tjetër. Ne jam ullur këtu. Si edhe gjithmonë ersi, madje edhe Albi bën shaka sepse unë gjithmonë gjej stole dhe ulem kudo. Edhe më thotë, hë, gjysh e ulade. Duhet nisim ndonjë aktivitet. Po më ha edhe bukë, në shtëpi nuk kam gatuar, nuk kam bërë asnjë gjë, po të ha jashtë, pa shkejt sepse hëngra një sanduic shqiptar. Edhe
më hahet një gjellë e mirë me mashurka, ose me tas kebab, ose ndonjë gjë. Ma kur më hahet bukë, më hahet gjellë, nuk më hahen budalliqe, domethënë nuk më hahet as krudo dhe as pasta, më hahet bukë me gjellë e një çik sallatë. Edhe kështu, se ndoshta edhe juve jeni në punë tani dhe ju hapa oreksin, po dhe mua po më hahet shumë. Nise, nuk jam vetvetja dhe s'di ç'po flas, po thjesht doja të ulesha këtu edhe të bëja diçka, mos të rria kot. Edhe kur bëj video më duket sikur jam më e rëndësishme se sa kur rri si gjyshe këtu dhe të çlodhem, po nejse duhet të çohem tani të gjej perdet. Edhe e di që me perdet do lodhem shumë, sepse as masa nuk di se sa më duhet, por edhe ngjyrën do jetë çik problem. Gjeta ca gjëra shumë të bukura për krevatin. Më gjetu kështu gjëra neutrale, edhe pse ma më pëlqej më shumë me ngjyra, por tani që është dimër, mendoj se edhe këto duhen. Edhe kështu vajza, po vazhdoj me blerjet. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. Më në fund tani në shtëpi dhe t'ju tregoj gjërat që bleva, sepse mora goxha gjërat tek Vjus dhe mesi i kam ngritur sepse isha me taksi, por shkova në fillim dhe tek Lexovoj Kiki. Më pëlqejnë ato gjërat që kam për shtëpi dhe dy gjëra mora, por ishin goxha interesante. Janë këto pecet për tek soba që t'i hapem dhe t'i shohim. Edhe më pëlqen shumë edhe kjo që është me kwadrata. Shikoni sa cute që është, edhe duken shumë bukur në kuzhinë. Kjo sidomos kur ke ndonjë gjë jeshile, ndonjë perim jeshile, bën kontrast dhe duket bukur dhe për video. Edhe pastaj, kjo është e preferuara ime, me qenusha. Shikoni sa të bukur, kanë bluze me pika. Shikoni sa të bukura që janë. Dhe kështu, do vendosim tek sofa. Mora dhe këtë filxhanin që më duk fantastik me rush. Kam parë në Pinterest dhe është goxha i famshëm. Është ky filxhani. Shikoni si e ka këtë 3D dhe ka kështu si të nxjerr një rush që flegjume dhe fjongon. Që në fjongot i kam shumë qef. Edhe më duk shumë cozy, shumë i bukur. Edhe dini, unë çdo filxhan dua që ta blej dhe ta kem koleksion. Kam koleksion shumë të madh të filxhanëve, por më dalin nga qefi dhe dua gjithmonë filxhan të rinj. Edhe ky do jetë i kësaj filxhani vjeshtës. Edhe këto gjëra mora aty. Ju tregoj tani çfarë bleva tek Vjus për shtëpinë, gjërat e studios, nuk po ju tregoj sepse nesër do shkojmë aty, edhe do nisim që të montojmë pak gjërat, edhe do ju tregoj edhe gjërat. Nesër kemi punë te studio sepse nuk kam shkollë. Tani, mora këtë çarçafin që është 65% koton dhe 35% është ky materiali këtu, por aman është nga gold. Tek Vjus këtë mbahet material i mirë. Edhe nxjolla këtë ngjyrën neutrale. Edhe këto asnjëherë nuk janë të tepërta, prandaj mora me për masa 240 me 260. Pastaj mora një të bardhë, i njëjti material, thjesht është i bardhë dhe është edhe ky i seris gold. Edhe ti vendos për të larë edhe i vendosim. E preferuara ime është ky, me vija. Vijat kanë dalë shumë në modë, janë shumë chic, duken shumë bukur. Edhe shkoni sa i bukur që duket, duhet të ketë edhe këtë për jastikun. Edhe mezi po pres që të thahet, ta laj, të thahet dhe ta vendos. Ja, edhe këto të jastikut. Ja, shikoni sa të bukura që nga me kështu. Ua, sa të bukura që nga me fjonga. Nuk e dija që ishin kështu më pëlqen, kanë shumë. Sigur që nga pak të mëdhenj. Nise, shpresoj që t'i bëjnë. Edhe ky është për organin. Sa nice.
dhe vendos direkt në lavatriçe që të lartë edhe ta vendos te krevati, se më pëlqen dhe tani përvjesht ka këtë ngjyrat shumë të bukura. Mora perde dhe sjolla këtë këtu në që 20 me 300 cm, se aty është pak si këtu të shtëpia është vendi i lartë, edhe doja që perdet të ishin nga fillimi deri në fund të erdhura. Edhe mora këtë ngjyra, shikoni ky është kodi për gocat që janë të interesuara. Materiali duket shumë mirë, i plot, po tani të shohin. Kam frikë vetëm se mund të jetë pak errët, ndoshta do doja një ngjyrë më pana, por kishte një palë, po ishin si velvet dhe shumë të trasha dhe kam frikë. Tani unë do të provoj një herë këto dhe gjëja e mirë është që ata mund të t'i kthejnë, do më thënë t'i ndërrosh, duket nuk t'i kthejnë, por e ndërron me një produkt tjetër dhe nëse nuk më përshtatet, do shkoj të marr ngjyrën tjetër, atë si velvet. Pastaj mora këto, për të hequr qimet, pushin. Është më habitshme, por rrobat tona po nisin edhe mos të kenë push dhe unë po nis që të vesh rroba të zeza, gjë që më përpara kur kisha ruçin nuk e bëja. Edhe kur më bëhen rrobat rrau tani me ndonjë qime, them, është shumë e treshtueshme. Mora këto, dy pako, që janë aty në shtëpi, si janë aktësi njerë që të përve të të mënë përkon. Edhe mora 4 si këto, kam këtu janë të njëjtat, nuk e tregoj. Po marr këtë çantë tjetër, që këtu në fakt ka peshqira. Një gjë shumë e mirë që mua më pëlqen, janë këta peshqirat. Dhe kanë këtë përmasë dhe janë kështu si dorashk, dhe janë shumë të mira. Ta bësh me shampo dhe të lahesh për trupin, janë më të mira se sa të përdorësh sfungjer, sepse dhe sfungjeri ka disa problematika për shëndetin, nuk është fort e këshillueshme që të përdoret, kurse këto janë të mira sepse e përdoret dhe ti direkt e fut në lavatriçe dhe e lan bashkë me peshqirat e tjerë, edhe mund ta përdorësh gjatë gjithë 3-4 muaj, aq që vajon. Mund të përdorësh për më shumë kohë se sa një sfungjer. Edhe ju a këshilloj që ta bëni, e disni sa mirë e lan trupin, është fantastike, prandaj mora 4 copë si këto, ngjyrë të bardhë që të mund t'i laj me 60 ose me 90 gradë. Mora pastaj për tek studioja, mora këta peshqirat e vegjël që janë për duart, që t'i laj aty tek banja, tek tualeti. Mora shumë të vegjël, thjesht të jem për duart dhe të jem praktike. Janë kështu. Pastaj mora një peshqir tjetër që ka përmas pak më të madhe dhe materiali është më mirë dhe kjo nga seria Goldit. Edhe kështu. Zakonisht peshqirat i dua të bardhë, me thënë të drejtën, këta për shtëpi mora të bardhë të thjesht. Njëjta përmas për ngjyrë të bardhë. Mora një pak më të madh, unë këtë e përdor gjithmonë këtë përmasa. Përmasa është e preferuara ime për flokët, nuk dua të peshqirin e madh se më varet koka, ma merr kokën me vete, pak e lagur koka, edhe peshqiri që laget më rëndon shumë. Prandaj mendoj se 50 me 90 cm është shumë e mirë si përmas. Edhe than flokët i mban pak edhe i than direkt. Mora 2 si këto, që ti kem në shtëpi se vetëm unë i përdor. Këto mund të përdorësh edhe për fytyrën, po unë i përdor për flokët. Dhe pastaj mora dhe të fundit për duart, të njëjtit me ata që ju tregova pak më përpara. Edhe gjithë fatura, shpresoj që ta ke faturën, sepse thashë do bëja të ndërimin e perdeve në qoftë se nuk më përshtatet. Tani më duket se nuk e pasëm, edhe do qaj në qoftë se nuk e kam. Kështu jam në fiksime, ngela një orë aty duke zgjedhur perdet, ngjyrën. Sa lash edhe dhe gocën pa punë, dhe duke parë foto në për Pinterest, si duket më bukur, kush përshtatet e kush kështu. Kjo është fatura dhe kushtuan të gjitha 180.000 lek. Këto janë dhe çmimet, në që se ju interesojnë. Edhe kushtuan ka shumë sepse mora dhe varsën e rrobave, ajo ishte bërë me ulje nga 180 a 150.
një çmim ishte mbi 100 e ca. Ishte mbi 120 e sigurt, ishte bërë me ulje 40.000 lekë dhe më pëlqeu shumë, është kështu silver, por doja t'tregoj tek videoja tjetër gjërat që kam zgjedhur për studion, që janë gjëra shumë të bukura, ngjyrë neutrale, të paktën mua më pëlqejnë dhe mendoj se të përshtaten me atë planin që kam tek koka ime. Tani unë këtu do t'i çoj të gjitha për të larë, përveç perdeve që do t'i fus prapë të qesja, që t'i çoj nëse të zyra dhe t'i provoj, por duhet të vendosim edhe shinat që të shohim se si do duket. Tani nuk di të vendos shina apo të vendos në ato tubat, më jepni një sugjerim. Tub për perde apo shina? Nëse dua tub, dua diçka shumë minimaliste, të thjeshtë, jo të duket ai. Edhe kështu e disa u lodha sot jam lodhur në ekstrem. Shumë jam lodhur, më merr goxha kohë shkolla dhe në fakt nuk po jap më të mirën time, sepse nuk po rri pas mësimit që të merrem me makinën qepse, të bëj punime apo të vi në shtëpi dhe të hap libra të mësoj. Në fakt jam shumë e ngjeshur tani që po bëj dhe vlog. Duke ndonjëherë sikur hës se çfarë po bën, por realisht të merr kohë sepse do filmosh, le të kohës, je me telefon, je me kamerë. Do rish pak e zbukuruar, tani në për video, nuk e di. Jam mjaftu shumë e bukur. Se të ishte kështu, do kisha ardhur në shtëpi, do kisha kapur atë flokun tim topuz, e kash. Po ç'të bëjmë? Kemi nisur një emision, do ta çojmë deri në fund. Edhe po ish këto etiketat që të çoj direkt për të larë. Unë dua të marrë, po mendoj. Ua, nuk besoj që u flasë gjermanisht. Softly